E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku ditën e sotme, me mua Tirona Lilin për të komentuar një ngjarje që në fakt ka irrituar sadopak publikun. Brikena dhe Mateo ditëve të fundit janë në qendër të vëmendjes, sidomos pas momentit kur nëna e Mateos hyri në shtëpinë e Big Brotherit. Brikena tregoi një kulturë të jashtëzakonshme, tregoi një mikpritje fantastike ku në fakt të ra shumë në sy momenti ku Brikena ja puthi dorën nënës së Mateos. Një moment që i dha një shpirt publikut që ky çift do të vazhdon rrugtimin e tyre. Ky çift është në hapat më të afërta për të nisur dashurinë, për të nisur momentin, për të gëzuar shpirtin e njëri tjetrit. Por siç duket, kjo gjë nuk është se i ndihmoi Brikenës shpirtërisht që Brikena të vendosë që të finalizojmë këtë rrugtimin, sepse janë bërë muaj, janë bërë javë që Brikena vetëm dëshiron që të bën njohjen me Mateon. Dhe pyetja që realisht po ndodh nga ana e publikut është kjo: çfarë po ndodh me Brikenën? E do Mateon apo nuk e do Mateon? Çfarë drite jeshile pret Brikena që të merr? Domethënë, cili është mesazhi që Brikena do të merr nga Mateo? E para njerë fillimisht Brikena, siç duket ka shumë lëvizje emocionale. Ajo dëshiron që ta ketë Mateon pranë vetes, nga që këtë gjën po ja kërkon nga mëngjesi në darkë që ti duhet të më rish pranë, ti duhet të jesh pranë meje, ti duhet të jesh sa më shumë me mua, nuk duhet të më lësh vetëm, duhet të kalojmë çaste së bashku, sepse kjo është, domethënë, sekreti i një marrëdhënies, sekreti i një çiftit, por siç duket, domethënë, Mateo po bën këtë gjën, ndërsa në anën tjetër kur Mateo kërkon që për shembull t'ia rregullon flokët, dje dëshironte që t'ia than flokët me tharse, siç janë këto emocionet e para që një djalë dhe një vajzë mund të krijojë mes njëri tjetrit, Brikena nuk toleroi që Mateo t'ia than flokët me tharse sepse tha që unë nuk mund ta lejoj të mi thaj flokët dikush që unë realisht nuk e kam asnjë gjë, domethënë nuk kam asnjë lloj marrëdhënie me atë, nuk kam asnjë lloj emocioni me atë. Kjo gjë e bëri Brikenën që domethënë të krijonte publiku një debat të hapur se çfarë po ndodh me këtë çift. A e do Brikena Mateon apo nuk e do Mateon? Në një anë Brikena është duke e lutur pafund që hajde, më qëndro afër, më jep dashuri, më jep vëmendje, më jep kënaqësi shpirtërore. Në anën tjetër, domethënë, është duke e mbajtur sa më larg, duke quajtur që ti nuk je mashkulli im, ti nuk je njeriu im, unë nuk mund t'i besoj njeriu që unë nuk e kam në krah. Mendoj që kjo gjë, sipas mendimit tim gjithmonë, do ta irriton jashtëzakonisht shumë Mateon, edhe do ta përfundon më këtë lidhjen, sepse shikoj që edhe Mateo ndihet shumë keq në sy të banorëve, sepse banorët po ja përdorin non-stop këto gjërat, duke i thënë që ti është duke të manipuluar, është duke të gënjyer, është duke të mashtruar etj etj, dhe kjo gjë po e bën që të ndihet shumë keq Brikenën edhe Mateon. Dua të marr mendimin tuaj për këtë ngjarje.